Kriza ekonomike globale, papunësia për dhe ciklin në mbyllje e emigracionit, kanë sjellë ulje të ndjeshme të remitancave në vendin tonë, veçanërisht në 5 vjeçarin e fundit. Prej vitesh të ardhurat nga emigracioni kanë ardhur në rënje të vazhdueshme, duke shënuar nivelin më të ulët në vitin 2010 me 57.6%. Alarmin e jep studimi i bërë nga Instituti Agenda së bashku me Fondacionin Shoqëria e Hapur, të cilët konfirmojnë faktin se veç kur bësërënse të remitancave, një pjesë të mirë të parave të ardhura familjet shqiptare i përdorin për nevoja jetike. Pjesa më e madhe e këtyre të ardhurave kalojnë për të mbuluar shpenzimet që familjet bëjnë në ushqim për nevoja primare, nevoja jetike. Dhe në përgjithësi, ato familje që vetëm kursejnë nga pjesa e remitancave që marrin, përbëjnë 6% të gjithë familjeve pritëse. Kjo tregon që në Shqipëri remitancat ka një rol shumë jetik për pjesën e familjeve të varfra, të cilat me këto shpenzime mundohen të mbulojnë nevojat e tyre jetike, primare, dhe bëjnë disa shpenzime të tjera që i takojnë sektorëve të rëndësishëm të jetës, siç është shpenzimet për shëndetësinë. Si pasojë rënies së të ardhurave nga emigracioni, familjet shqiptare kanë ulur konsumin e tyre me 60.8%, kursimet në masën 32%, ndërsa investimet me 7.2%. Në të dhënat e studimit bëhet e ditur se dërguesit kryesor të remitancave janë nga zona e Bashkimit Evropian, në masën 90.7%. Pjesa më e madhe e dërgesave vjen kesh nga jashtë, rreth 44% vjen kesh. Atëherë ulja e dërgesave nga këto zona do jetë shumë me vështirë për Shqipërinë për mëkëmbjen e ekonomive të varfra në shumë rëndësishme për të marrë masa të cilat kanë karakter makro-mikro dhe në influencën e sistemit bankar në Shqipëri, për të lejuar që të kemi një për mos e ndjerë këtë uljen e masës remitancave në Shqipëri në kushtet kur rrethohemi nga një krizë ekonomike dhe financiare të vendet fqinja, e cila do të vi me siguri dhe do të ndihet në ekonominë dhe në jetën e familjeve tona. Nga ana tjetër, dhe Banka e Shqipërisë në raportet periodike bën me dije se niveli më i lartë i të ardhurave nga emigrantët në 5 vitet e fundit ishte në vitin 2007, ku në Shqipëri hyn 951.7 milion euro. Më pas, ky tregues me rëndësi për ekonominë ka ardhur në rënje, ndërsa në vitin 2010 remitancat nuk e kanë kaluar shifrën e 690 milion eurove. Zbeja e të ardhurave nga emigrantët vit pas viti i lë vendi një sër pyetjesh e pasigurish në lidhje se me çfarë do të zëvendësohet ky burim.